Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi për rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të përcjelli një histori që vjen nga qyteti i Fierit, po padyshim do të flasim edhe për një person që ka humbur vetëm përpara pak ditëve në Tiranë dhe do të japim shumë lajme ditën e sotme. Por në fokus të gjithçkaje sot do të trajtojmë historinë e një 56 vjeçare nga Ballçi me emrin Lindita Xhafa, dashurmiq, e cila emigroi shumë herët nga Shqipëria drejt Greqisë dhe humbi çdo kontakti me babain e saj korrikun e vitit 2004. Kanë kaluar plot 22 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Lindita Xhafës apo Panajota, siç i njihesh ajo në shtetin grek. Një e re nga Shqipëria, e cila u nis drejt Greqisë, u martua me një shtetas grek, u bë nën, ka pasur kontakte me babain e saj Pullum Xhafën të rregullta deri në vitin 2004 dhe pas vitit 2004, ku dyshohet se ajo është divorcuar me shtetin grek, po në atë periudhë humbi dhe kontaktet me babain e saj. 80 vjeçari Pullum Xhafa ka udhëtuar nga Ballçi për të qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Gjitha, përshëndetje. Në radhë parë do të pyes si je me shëndet. Hajt. Edhe mirë shumë si e, po edhe... Je 80 vjeç, por je goxha i mbajtur. Nuk ngjan për moshën që ke. Po kështu them dhe unë. Dhe më vjen mirë. Të tërë ma ben qefin, më drejme, po. Më vjen mirë që je i mbajtur për moshën që ke, por ke një plag në zemër për vajzën. Shumë fare. Shumë vite që nuk ke asnjë informacion për të. Farë. Ka marrë malli shumë. Ti e vetë nënë më zgaboj, apo edhe Po. E dirën si në që thëmë më shirip. 22 vite që vajza juaj ka humbur kontaktin nga Greqia, nga Afina dhe s'ju ka marrë në telefon dhe ju nuk keni zbuluar asnjë lloj informacioni çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e Linditës. Fillimisht e mora pak si kështu, do më thënë, në shakaje, më stallë goca e mua, bëdhe shaka e mua. Nuk e besove që ajo do humbiste dhe do kontaktonte për kaq shumë vite. Po vajtë disa muaj mjaft mëse nga të vitin, pse më haroj këtë gocën mua i telefon? Se e shqup, më jam e ka vdekur, edhe është më njerë, ka presysh. A, ju Linditën, vajzën e keni nga martesa e parë, se bashortja ju ka ndruar jetë, dhe është rritur me gruan tuaj të dytë. Po. Çfarë dyshoni ju? Pse ajo humbi kontaktet me ju? Dyshoni diçka, apo... Di, tashi... Lafit logjira ka shumë, po thonë që... Nuk ka pasur relatat mira me të grekun. Me ish bashortin e saj grek? Ish, ka qenë polis në Athinë të Greqisë? Në Selanik. Në Selanik, jo në Athinë. Në Selanik ka qenë. Atje më rëveshun ka qenë atje. Edhe... Kisha vajzën, atëherë ke vajzën 2 vjeqe. I dashur Pullum, ti do qëndrosh me mua gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe syti ketë mbushur me lot dhe unë dua që ditën e sot me të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion, dua që të bëhesh i fortë. Dhe mos të më qash, nuk ka asgjë të keqe që burrat qajnë, por dua të jesh i fortë në këtë transmetim live me shpresë. Me qanë zemra jo syt. Qanë zemra. Ti vetë nënë apo jo? E ke vajzë të vetme? Jam nën, jam 2 herë nën. Esh jetime. E të dhëm shpirti për ta. Jo, se ka motra tjera, po me tjetë nën, me tjetë baba. Ne do e trajtojmë historinë e vajzës tuaj Lindita Xhafa me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim mund të na ndihmoj me informacione. Babai i saj pas pak me mua në studio do rrëfej të gjitha detajet e historisë së vajzës, si ajo u nis drejt Greqisë, duke ditur që në Greqi është një numër shumë i lartë i shqiptarëve që jetojnë në Greqi, mund të na ndihmojnë për të zbuluar gjurmët e Lindita Xhafës, por vetëm pas pak ne do të vazhdojmë me këtë histori, pasi dua në këtë momente të prezantoj historinë e një 67 vjeçari. Me lejen tënde, do jap një pasaport për një 67 vjeçar nga Tirana. Regjia më ndihmoi, është Arjan Qazimllari, dashurmiq, i cili u trajtua vetëm përpara pak ditëve në studion e emisionit Pa Gjurmë, konkretisht në datën 16 u trajtua, sepse një ditë përpara në 15 janar të këtij viti ai ishte larguar nga banesa dhe kishte humbur çdo lloj kontakti me motrën e tij Flora Hysaj, që kujdesej për Arjanin. Unë dua të prezantoj një kronik, një material që kemi përgatitur për këtë 67 vjeçar dhe rikthehemi.
Një rast shqetësues është denoncuar para disa ditësh, ku shtetësia Flora Hysa ka raportuar zhdukjen e vllait të saj 67 vjeçar, Arjan Qazimllari. Sipas denoncimit, i moshuari është larguar nga banesa e tij në mëngjesin e datës 15 janar dhe që prej asaj dite nuk është kthyer më, ndërsa familjarët nuk kanë arritur të bien në asnjë gjurmë të tij. Motra 67 vjeçarit shprehet se vëllai jetonte i vetëm dhe nuk kishte as bashkëshort edhe as fëmijë. Ajo thekson se ishte vetë ajo që kujdesej për të, duke qenë mbështetja e tij e vetme familjare. Unë nuk jetoj me të, po vi çdo mëngjes këtu, në shtëpinë e tia, edhe ndihmoj për gatimin, për pastrimin, për ndihmoj, sepse edhe nuk i jepej shumë për këtë pjesë. Në darkë e lash në shtëpi, e lash duke ngrënë darkën, tash hiki dhe ika. Kaq, vi në mëngjes nuk e gjej. Sipas saj, Arjan Qazimllari vuante prej kohësh nga probleme shëndetësore, kryesisht në zemër. Gjendja e tij mund të ketë ndikuar edhe në mirëqenien e tij të përgjithshme. Ajo shpreh shqetësimin se këto probleme mund të kenë sjellë çrregullime në gjendjen e tij mendore, duke ngritur dyshime se largimi i tij mund të ketë qenë i pavullnetshëm ose i ndikuar nga gjendja shëndetësore. Gjithashtu ajo tregon se ka verifikuar në terren dhe se ka bërë denoncimin, por deri më tani nuk ka asnjë informacion. U interesova, po nuk e kishte parë njeri ata që mund ta kishin parë. Dola dhe denoncimin në polici, u shqetësova të them drejtën, dola dhe vete kërkova, vajta te një kafe që kemi aty që zakonisht shkojmë pim kafe, nuk e gjeta. Them drejtën u shqetësova se ai nuk e bënte këtë gjë. Flora Hysa kërkon ndihmën e qytetarëve dhe çdo kush që mund të ketë informacion mbi vendodhjen e tij është i lutur të telefonojë. Tek faqja e majt ka një nishan që duket është me si boqelli, ka atlete ngjyrë blu, me gomë të bardhë dhe me atë shenjën e Nike të bardhë. Kushdo që ta shikoj, o t'ju marri uve në telefon, ose ta mbaj aty të na njoftojnë, vetëm ta mbaj se shkoj unë e marrë, dhe më të në çfarë do lloj ore që t'jetë, kudo që t'jetë. Kjo ishte historia që u prezantua në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku një moto kërkoi ndihmë për vllajën e saj, i cili jetonte i vetëm, nuk ishte krijuar familje, ishte e vetmja Flora që kujdese për vllajën e saj 67 vjeçar këtu në kryeqytet, por fatkeqësisht mëngjesin e 15 janarit ajo nuk e gjeti në banesë vllajën e saj, denoncoi në polici, bëri dhe një denoncim në transmetim live në studion e emisionit Pa Gjurmë. Por pas atij transmetimi mbritën shumë telefonata, shumë qytetar të Tiranës, të cilët e kishin në zona dhe në lagje të ndryshme Arjan Qazimllarin. Por çfarë ka ndodhur me këtë 67 vjeçar? Unë dua të përshëndes motrën e tij Flora Hysa, e cila ditën e sotme ajo do na përcjelli lajmet për vllajën e saj, pasi ai është kthyer në shtëpi, është shëndoshë mirë dhe nuk është më i humbur. Kështu që nga ky moment ne do të heqim pasaportën televizive, fotot e 67 vjeçarit, se fatmirësisht pas, le të themi, një ditë e gjysmë, ai kthehet në banesë, është takuar me motrën e tij, urojmë që të jetë mirë, por do doja që të kisha Florën në këtë lidhje telefonike. Dhe dua ta përshëndes Florën. Flora, përshëndetje. Përshëndetje, zonja Odeta. Unë sapo përsolla lajmin që fatmirësisht vllai juaj është kthyer në shtëpi. Faleminderit shumë. Na vjen mirë që ai nuk është më i humbur, por ku kishte qenë vllai? Ju tregoi? Për këtë desha të edhe vetë bile doja t'ju merja, sepse vllai im unë kisha bërë denoncimet në polici dhe për mua policia nuk denjoi as kamerat që t'i hapte për të parë. Ja kam kërkuar me insistim dhe nuk e bëri këtë gjë. Nga informacionet që më erdhën dhe interesimi që bëra nëpër spitale, ky ka qenë në spitalin ushtarak, e kanë çuar disa njerëz që kanë dashur ta ndihmojnë, se ka qenë i pamundur. Kanë qenë qytetarët e Tiranës që e kanë gjetur në situatë jo fort të mirë dhe e kanë dërguar në spital. Në spital, ne vajtëm në të gjitha spitalet dhe atje na thanë që është një i pa identifikuar, po kur ka dalje pyetëm, e kanë marrë familjarët. Familjarët aty jemi ne, s'ka familjar tjetër. Na gënjyen, a nuk e di se si, por unë ju falenderoj juve që bët publike dhe falenderit atyre njerëzve të mirë, se po t'ishte për organet e shtetit, Flora, të falenderoj dhe unë dua të falenderoj të gjithë ata qytetarë që na telefonuan për vllajën tuaj, por si është gjendja sot e vllajt? Është pak më e mirë, por kemi gjendur në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë shëndetësore. E keni gjetur te spitali ushtarak? Jo, e gjetëm, e kishin lënë në 4 rrugët, vetëm nga njerëzit që morën në telefon
I falenderoj ka madh dhe isha. Kjo është një çmenduri, regjia të më ndihmoj me audio në studio se nuk e dëgjoj mirë Florën. Kjo është një çmenduri që vllai juaj është dërguar në spitalin ushtarak, i pa identifikuar në një gjendje të rëndë, i është bërë vetëm le të themi një trajtim dhe e kanë nxjerr. Ta kishin ndihmuar, me të kishin dhënë një mjekim, një gjë absolutisht që kanë bërë vetëm një grafi me aq sa mora vesh dhe nuk na treguan, vajtëm dhe nuk na treguan. Dhe e kanë lënë që të dalin nga spitali dhe pse gjendja e tij ka qenë e rënduar. Ka qenë pesë e rënduar. Jo e rënduar, po shumë e rënduar. Ndërkohë që bluzat e bardha duhet kishin njoftuar policinë për njëri të pa identifikuar në atë gjendje. Në spitalin ushtarak ka patrull policie. Unë kisha njoftuar edhe 129-ën dhe komisariatin, të gjithë i njoftova dhe në një kohë shumë të shkurtër ata nuk e bën ujë në zjarr. I kërkova ndihmë dhe kur njoftuan i kërkova nxirrni patrullat e policisë se nuk po i gjen dhe patrullat në vend që kërkonin vllajin tim më kërkonin mua, nuk di se më kërkonin mua. Por fal Zotit ai u kthye, është në shtëpi. Të falenderoj Flora dhe sinqerisht më vjen edhe mirë dhe keq për situatën e vllajt, por fal Zotit ai është në shtëpi. Po, është shtëpi dhe gjendja e tij po përmirësohet avash. Mirë. Ju falenderoj dhe unë dhe të përshëndes nga ekrani Report TV dhe do t'i heqim dhe fotot e Arjan Qazimllarit, pasi fal Zotit ai është kthyer në banesë pas një ditë e gjysmë i humbur. Menjëherë qytetarët kanë mundur me informacione të ndihmojnë redaksinë e emisionit pa gjurmë dhe motra të lidhet me vllajin. Mirë, do të bëjmë një shkëputje në këto momente për të kaluar në një këshill mjekësore dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio dashumiq për të vazhduar me historinë e Lindita Xhafës, 56 vjeçaria nga Ballçi, e cila ka humbur kontaktet me familjen e saj në vitin 2004 nga Greqia. Kanë kaluar plot 22 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Ndërkohë dua të theksoj që në Greqi Lindita Xhafa është njohur me emrin Panajota Xhafa. Babai i saj, Pullum Xhafa, ndodhet me mua në studio për ta rrëfyer për herë të parë këtë histori dhe me shpresën që dikush që mund ta ndjeki nga Greqia mund ta ndihmojë për t'i dhënë një adresë të vajzës së tij Lindita Xhafa. Por kush është historia e kësaj 56 vjeçare? Dua të prezantoj një kronikë që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Pullum Xhafa, 75 vjeç, po kërkon me ngulën vajzën nga martesa e parë, me të cilën ka humbur çdo kontakt prej shumë vitesh. Lindita Xhafa, e njohur në Greqi me emrin Panajote Xhafa, është 56 vjeçe dhe ka humbur çdo gjumshi prej datës 20 korrik 2004. 56 vjeçaria u largua nga Shqipëria në fillim të viteve 90 për të ndërtuar një jetë të re në Greqi. Aty u njoh dhe u martua me Kristo Kostudhas, një shtetas grek me profesion polic, dhe sollën në jetë një vajzë, Artemis Kostudhas, e cila sot duhet të jetë rreth 23 vjeçe. Familja jetonte në zonën Kipseli të Afinës. Panajota jetonte në atë kohë në Greqi, në Athinë. Dhe ishte e martuar me shtetas grek. Po, ishte e martuar me një shtetas grek. Po. Kishte edhe një vajzë, ka dhe një vajzë që e quajnë Artemis. Më tha dhe diçka në fund kur po ikte, më tha, hala, unë jam në ndarje me burin dhe nuk e di, kam dhe gjyshin e vajzës. Rrugët e jetës për 56 vjeçarin nuk kanë qenë të lehta. Ajo humbi të ëmën që në fëmijëri dhe u rrit nga hallat dhe gjyshja, ndërsa babai krijoi më vonë një familje tjetër. E kemi rritur vetë, se mami saj ka vdek, e ka lënë shumë të vogël. E kemi rritur vetë atë vajzë. A, pse nëna i ka vdekur, gruaja e parë i ka vdekur Pullumbit? Po, vllajt i ka vdekur nusja e parë. Ndërkohë, Pullumbi e vazhdoi jetën, u martua dhe solli një jetë fëmijë të tjerë dhe për fatin e dy fëmijëve nga martesa e parë jeni kujdesur më së shumti ju. Kur themi ju, familja juaj, nëna, babai juaj. Në një lidhje direkte për emisionin pa gjurmë, Mimoza Halla e saj tregoi se kontaktet e fundit me Linditën janë regjistruar më 17 korrik 2004, ku ato komunikuan përmes telefonit. Në datën 10 korrik, unë kam humbur babin, Panajota gjyshin. Dhe në datën 11 korrik, Odeta, Panajota vjen në Shqipëri për të dhënë lamtumirën e fundit gjyshit. Niset
pasi bëhet ceremonia e varimit, Po. në datën 11 korrik, niset për në Greqi. Po. Vazhdon esën, në datën 16 korrik, Odeta, kthehem unë nga Shqipëria për në Greqi. Dhe mbas 2 ditësh, Odeta, Po. e marr në telefon nga data 18, e marr në telefon, më ngre telefonin një person që nuk ma flis mirë greqishte. Më thotë e ke gabim. Kontrolloj telefonin, nëpërmjet telefonit tim, ishte i saktë. E lash atë ditë, e marr përsëri. Minesme, kur e marr minesme në Odeta, telefoni ishte fikur. Tani, pas më shumë se 2 dekadash, Pëllum Gjafa jeton me një peng të gjej vajzën e tij me shpresë se do ta ritakoj dhe do ta përqafoj sërish. Kjo është historia e vajzës së Pëllum Gjafës, i cili është mbushur në lot teksa shikonte fotot e saj në monitor. I dashur Pëllum, unë dua të pyes, ju keni humbur nga kjo jetë bashkëshorten, ku me martesën e parë kishte si një jetë linditën edhe një djalë. Po. Sa vjeç ka qenë lindita dhe djali kur humbën nënën e tyre? Djali që 2 muaj. 2 muaj. Jo, kur humbën nënën. Kanë qenë të vegjël. Kanë qenë lindita që tek unë, se u divorcua nga unë. Problemet janë familjare. Edhe mori djalin dhe iku. Ju vazhduat jetën dhe u martuat. As një viti u martova. Ndërkohë, lindita u rrit me ju dhe me nusen e dytë, apo le të themi... Me nusen e dytë. Çfarë moshe ka ikur për herë të parë në Greqi lindita? Ku më pas u divorcua aty me burrin e saj? Jo, si mosh tash ka qenë rreth 20 vjeqa, mësën me shumë, diku këtu ka qenë. Ka qenë shumë e re, kur ka emigruar për herë të parë. Mile ishe në punë, por në ferm. Në zonën e Ballçit. Bëmë dhe shtëpit, zonën e Patosit. Bëmë dhe shtëpit edhe pastaj... Por ndalemi i dashur Pëllum tek momenti kur vajza juaj mbriti në Greqi. A ju mbriti në Greqi, ju merrte në telefon? Isha dhe vetë në Greqi. Keni qenë dhe vetë emigrant në Greqi, po? Jo emigrant, vajet e goca. Që shkoj e vizitoj e linditën, po? Edhe... Në qaben isha dy... Në kjanë të Athinës. Kjo punon të si... Në Kipseli të Athinës, qendra e Athinës. Kanë një emër tjetër e Po pak rëndësi ka, lagja në cilin e keni jetuar. Lagja Athinës është. Po? Dhe... Punon të kështu, si thoni, pastruse. Po, sanitare, pastruse. Sanitare, pastaj filloj hape një punë vetë rroba qepse. Vajza juaj, që moshën 20 vjeçare, mbriti në Greqi dhe nuk u kthye më. Jo. Derisa humbët kontaktet. Ajo aty dhe krijoi familje... Jo, karte unë, disa herë. Që ju vizitonte, por jetonte në Greqi. Jeton në Greqi. Ajo njohu dhe bashortin e saj, një shtetas grek, dhe u martua me një shtetas grek, u ka sjell një jetë dhe një vajzë. Ju keni një mbes, që quhet Artemisa. E pata dhe në Shqipëri atë voglën, bashkë me linditën. Pastaj su kthye me as shupa aty e vogël, as ajo e madhja. Këtu rrye i pastaj debatit, sepse nuk parashkonte mirë vjera, i thoshtë shotë të birit, i mos të merë shqiptarë, se nuk janë të mirë shqiptarë. Këtu ndodhi sherri aty. Pra, ju po më dërgoni që ka pasur konflikte lindita me vjerën e saj, një shtetas e greke e cila nuk e pranonte si nuse. Po. Ata u divorcuan rreth vitit 2004, kur ti ke humbur kontaktet. Po, u divorcuan. Edhe aty hyri ajo tashi lagrësia, që rrinë larg distant një tjetrit, po edhe goca ishte vogël, goca gradualisht, Artemisa. Por vajza jote, lindita, të kishte treguar për problemet që kishte me burrin, që po shkonte në divorc në atë vit, flasim, para shumë vitesh. Jo, kishta që nuk më trajtojnë mirë, thëshe kërkon ndarje, thëshe po qatë të muni e ruari, thëshe atje ke direkt punë të tua, eshte mirë të mos naheni, kështu e thëshe kaqë, të mirën gjithë më kështu. Si një baba që nuk e uron që vajza të vrahet. Edhe vetë vajta, do të takoja me këte në Greqi, a i thonë që ka qenë policë, këti nga Seraniku, këti ishe mishe në Por ju dhëndrin nuk e kishit takuar asë njëherë? Absolutisht. Nuk e njeh? Absolutisht. Por pse nuk e kishit takuar? Pse, po...
Nuk them se unë vija rëndom në Greqi. Por asaj nuk ka ardhur në Shqipëri. Jo, nuk e di. Nuk ka në Shqipëri. Jo, absolutisht nuk ka ardhur. E ku di baba, ai nuk erdhi. I baba, ai nuk erdhi. Lindita e vetëm. I tash Pëllum, të kujtohet takimi fundit me vajzën tënde Linditën? Në vdekjen e babait. Mund të ma tregosh çfarë të tha, si ishte gjendja e saj? Ka qenë korrik 2024 kur ajo erdhi për vdekjen e gjyshit në Po Shqipëri gjyshit, po kështu. dhe humbi kontaktet më pas me ju. Unë të flasë që atë ta pa dora shka, kur Lindita erdhi, kur ndekën e plakut tim, e që unë jem atë shpisë dhe dërmish ke pasoj kur që ndodhin kur të tjera në Situata, po? situata, dhe ishe ngarkur në drejtin tjetër të punës. Aty kështë tërta. Por vajzën e takove. Takova vajzën bestafar, vajzën takova, kisha dhe gruan aty, dhe gruja takova, i takon në gruja. Po, si ndodhi pasaj, që të them, Ajo të shpreu ndonjë shqetësim? absolutisht jo. Erdhi vetëm me vajzën e saj të vogël Jo nuk e pruve vajzën fare, vajzën e la Gjirokastër më zgaboj, kështu si që më dhanë e la Gjirokastër. dhe erdhi vetëm për varrimin e gjyshit dhe Për varim iku. me gjysh dhe iku, e përsolli djali, Juli, kam sotun, atë dhe i këthes patosit. A që ka vi, mos të gënje e kotë. Nga i momenti se nuk e ke parë më Absolutisht vajzën. me vajzën. Dhe kanë kaluar plot 22 vite. 20 vite pa e parë. Por çfarë mund të ke ndodhur me fatin e saj, ose pse ajo ka vendosur që mos të Unë e kam kërkuar vazhdimisht. Pak dilma të gjoj zëri, ka që asja mos pa e fityrën. Nuk e di se si ish puna. S'kisha asë një relacione më kitë, ishim zana, ishim absolutisht. E doja ti thjesht jetime, ke parasysh. Nuk ishte hatërmbetje Jo, ndaj absolutisht. saj dhe jush. Unë atë e bajam plëm dosme aty, edhe aty ku ishte unë. Që vdike jama, e këtu e vadi 20 sa vjeqe. I dashu Pëllumb, nga martesa e dytë sa fëmijë keni? Kam një djale e 2 vajza. Keni dhe 3 fëmijë të tjerë. Po. Por Lindita që është nga martesa Lindita ishe e treta, nga gocat. Se kam kësha 2 goca edhe një djale. e qartë, por I kam e ato, edhe sot i kam. Lindita që është vajza nga martesa e parë dhe është e humbur sot. Po. Si ka patur marrëdhëniet me motra dhe vlezrit? Shumë i ka kaluar me, absolutisht jo. Bile edhe djali im, Juliani, vine në Greqi, vine të Lindita, pa probleme fare, asin dhe problemi. Nuk e di se si nga ajerja i debat, ashtë edhe unë se mëra vesh. Pra, ju dyshoni se konfliktet që e ka pasur në familje me bashkëshortin dhe me vjerën, mund kënë sjell probleme të mëdha që aja ka shkëputur kontakte dhe me ju në Shqipëri. E dyshoni ju, por më lijo Pëllumb në këto momente që të nxjerrim ato pak foto që ju ruani si kujtim për Lindita Xhafën, këtë 56 vjeçare, në fakt në këtë foto aja ka qenë shumë e re, është me vajzën e saj Artemisën. 20 sa vja Artemisa, goca. Po, me vajzën e saj, diku 34 vjeç ka qenë, sepse është realizuar para 22 viteve kjo foto. Po. Sot, nëse ajo është ndoshe mirë dhe urojmë që t'jetë mirë, i bie t'jetë plot 56 vjeç, në shtetin grek dua t'jap detaj që Lindita Xhafa njihesh me emrin Panajota Xhafa dashurmish, ka jetuar në Athinë, në qendër të Athinës, martuar me një shtetas grek dhe është divorcuar dyshohet po korrikun e vitit 2004 dhe pas divorcit, prej korrikut të vitit 2004, që ka kaluar plot 22 vite, ajo ka shkëputur çdo lloj kontakti edhe me familjen e saj në Shqipëri. Ju bëj thirrje kushdo që ka informacion për Lindita Xhafën apo Panajota, siç ajo është pagzuar, emri i dytë që mban në shtetin grek, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë, unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Reports TV. I dashur Pëllumb, nuk dua të të mbaj gjatë në studio sepse i di dhe problemet shëndetësore që ke. Ju, nëse vajza do ju shikonte, Lindita, do të ndiqte live nga ekrani Report TV, çfarë do i thuash ti si baba? Qa thua? Ke një mesazh që do t'ja Qa thoni juve? Dëshiron t'i thuash diçka me shpresën që ajo mund të na ndjeki? Unë pres me gojë hapur ish. Se kam mjekur, ose se kam për si të tyja nga shtëpia.
Po se ti ke mila, po s'ta ko ofenduar. Me një të moni ndërsoqja. E ku ani më shqim, edhe me në kati më dy lumë. Lose më gotë. Nëse do ta kesh përballë, siç më ke mua, Çka thua? diçka do i thuash ditën e sotme. I jap nga ditë e mia, ka që jap. I shto nga ditë e mia jetën e seja, unë nuk duhet të rroj me. Ju keni jetën tuaj, por e kuptoj dashuria e një babait për vajzën uron që ti ndroj ditët e jetës, por e qartë, e kuptoj që të mungon. Të mungon shumë. Unë e qartë, e kuptoj gjendjen tënde emocionale i ngarkuar, por unë të premtoj që ne do të vazhdojmë dhe në ditët në vijim dhe uroj dhe shpresoj që dikush të na telefonoj, por dhe vetë Lindita, nëse është duke na ndjekur, të marri guximi pas 22 vitesh, të kontaktoj këtë baba i cili ka 22 vite, që e kërkon të bijën, i sëmur, 80 vjeç, ka marrë kurajon, guximi të vini i studio televizive për të gjetur vajzën. Kështu që nëse Lindita Xhafa apo Panajota Xhafa është duke na ndjekur, do shta do të njoftohet për emisionin, mund të na ndjeki në kanalin tonë në YouTube, qoftë dhe anonim, të telefonoj babajnë ose të lidhet me redaksinë e emisionit pa i gjurmë, dy numrat i ka poshtë ekranit. Ky baba kërkon vetëm t'i dëgjoj zërin, që është shëndoshe mirë, por nuk kërkon të ndryni jetën e saj. Dhe ne urojmë dhe lutemi që kjo shqiptare në Greqi të jetë mirë dhe të lidhe sa më shpejt me familjen e saj. Zoti Pullumb, unë të falenderoj që të pata në studio. Më thonë në teta më falë. Po, Më thonë që është largur nga Greqia, nga Spanja. Qas lloj lafe të gjoj. ke marrë informacione që dyshohet se mund të ketë vajtur në Spanjë. Është larguar nga shteti grek. Vllai, nuk e di vllai, po kështu kam dëgjuar lafe, kështu i thash jo. Por e vërteta nuk dihet. Këtë punë thash po e di ka dita duma. Ai ke duma jemi. Dume. Jo duma, ma ngatrojnë gjithë, dume. Po dita dume. Po, i dashur Pullumb, ne e prezantuam sot për herë të parë dhe unë të premtoj që do vazhdojmë kërkimet tona, ne do mbetemi në kontakt, unë do t'ju telefonoj për çdo informacion që do vi. Të falenderoj që të pata në studio dhe të përshëndes. Mirë të dashur miq, me historinë e Lindita Xhafës të kemi ardhur në fund të kësaj pjese, do të kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashk live për të qëndruar sërish në qytetin e Përmeti, sepse do të jemi në kërkim të Arnold Shkozës, dashur miq, një i ri nga Përmeti, i cili dhe ai ka humbur kontaktet dhe është dukur në rrethana misterioze më 31 korrik të vitit 2022 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e 34 vjeçarit. Por kush është historia e tij? Si është larguar ai nga banesa dhe çfarë mësoi familja ditë pas humbjes? Do ndjekim një material dhe rikthehemi. Arnold Shkoza jetonte me babain dhe nënën në fshatin Topojan të Përmetit. Ai është i sëmur, ka vështirësi në të folur dhe në të shprehur, doli nga shtëpia më 31 korrik 2022 në orën 8 të mëngjesit, pa i treguar gjë askujt. Për herë të fundit ka qenë në shtëpinë e Valbona Tartarit, e cila ndodhet po në fshat, 5-6 minuta larg shtëpisë së Arnoldit. Si çdo herë tjetër, 34 vjeçari kishte shkuar te shtëpia e saj, pasi i pëlqenin makinat që ajo kishte. Ndryshe nga herët e tjera, ajo nuk i kishte treguar familjes se Arnoldi ndodhej te shtëpia e saj, ku ajo banonte me vjerën, 2 fëmijët dhe burrin. Valbona e kishte përcjell në orën 8:30 në ish fushën e futbollit në Pojan dhe më pas është larguar pa njoftuar askënd, duke e lënë kështu vetëm 34 vjeçarin. Familjarët ka bërë denoncim në polici dhe kanë bërë kërkime në mënyrë private, po deri tani asgjë. Dëshmia e zonjës në fjalë është: djali ishte te shtëpia ime, e kam marrën për dore dhe kam lënë në ish fushën e futbollit në Pojan në orën 8:30 dhe ika se kisha punë në shtëpinë time. Në momentin që familjarët e Arnoldit e kanë pyetur Valbonën, kjo e fundit nuk ka pranuar të përgjigjet, por më pas ka dhënë versionin e saj. Pojan është një fshat që pothuajse nuk ka banor fare, vetëm 5 familje banojnë në këtë fshat.
Kjo është hera e parë për Arnoldin, që largohet në këtë mënyrë. Ditën që u largua, ka patur të veshur një paltuta blu të errët dhe një bluzë të bardhë, është i gjatë afërsisht 2 metra. Edhe për Arnold Shkozën dashurmiq u bë thirrje nga studio e emisionit Pa Gjurmë, kushdo që ka informacion është i lutur të lidhet edhe me policinë, pasi familja ka bërë një denoncim në policinë e Përmetit, por mund na telefonojë dhe ne, pasi ky 34 vjeçar nga Përmeti ka humbur kontaktet me familjen që për vitin 2022 dhe ende nuk është mësuar asgjë për fatin e tij. Uroj dhe shpresoj që të gjitha historitë që ne trajtuam ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë, si për Arnold Shkozën, Agron Çumani, por dhe për Lindita Xhafën, ku në pjesën e parë ishte baba i saj, uroj të marrim informacione dhe shpresojmë që këta njerëz të humbur të jenë shëndoshë mirë dhe një ditë të lidhen sa më shpejt me familjarët e tyre. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër bashk live ora 16 dhe nesër do fokusohemi te historia e Bleon Amatës, pasi ka mbritur një informacion ku nesër do të jetë dhe nëna e saj që unë do ta njoftoj për informacionin e rëndësishëm. Uroj që të jetë një dritë jeshile për vogëlushën Bleon Amata. Takohemi nesër, më ndiqni.